fillimisht ka qenë një pajtueshmëri se vendi ka nevojë për një figurë unifikuese. Një figurë e tillë pa diskutueshme për të gjithë, sigurisht do të ishte një kandidat nga familja emblematike Jashari. Bindja ime ka qenë dhe vazhdon të mbetet se një figurë e profesor e personalitet si Murat Jashari do të gëzonte mbështetje gjithpartijake, do të ishte nder për Republikën, stabilitet për institucionin dhe siguri për kombin. Rrethonat gjeopolitike nga lufta në Ukrainë, konflikti SBA-Iran dhe tensionit lindjen e afërt e të mesme, si dhe kërcënimet e sulmet e njëpasnjëshme nga Serbia, përfshir agresionin terrorist në Banjë, sulmin kinetik në kanalin Iber-Lepens dhe kërcënimet e përditshme nga fqinji ynë verior, kërkoj një moment reflektimi dhe një figurë e cila i bën ballë shtrëngatave me të cilat mund të përballet vendi ynë. Në kohë të vështira, ne gjithmonë, siç e dini të gjithë ju, kemi gjetur mbështetje dhe frymëzim te familja Jashari, ashtu siç gjetëm kohën e luftës nën udhëheqjen e kryekomandantit Adem Jashari. Prandaj edhe sot zgjedhja e një figure si Murat Jashari do të ishte zgjedhja e duhur në momentin e duhur. Pra, ky do të ishte dhe vazhdon të mbetet rasti ideal.